Gjallovës, Assalamu alaikum i ndëruar i hoqë, se me shtu frikën ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kjo është pyetje shumë e përgjithshme, edhe pyetjeve të përgjithshme nuk ka mundësi me përgjigj për atë që lipet shumë shpjegim për te, por për çështjeve më kryesore është me lexue që kanë përmend edhe Ibn Taymije të tjerë, me lexue për emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, me lexue për ahiretin, me lexue për vdekjen, me lexue për çështjet të cilat na pritin. Kjo është një prej shkaqeve që mund të më shtuë devotshmërinë dhe frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se njeriu sa e njeh më shumë Allahun, aq ka frikë për tij më shumë. Sigurisht që edhe don më shumë, e ka shpresë më shumë se gjitha tjera, por fjala Allah subhanahu wa taala Kur'an, "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama", mas shumë të që kanë frikë Allahut nga robërit e tij janë dietarë. Pse dietarë? Veç e dim dietarë se kush është Allahu, veç për çfarë, sa të shtuar një uritë më shumë, inshallah ndihmon këtë pikë. Wallahu a'lam.